Selamu alaikum të dashur shikues. Takojmë edhe sonte në këtë natë për nedhëve të bekuara të Ramazanit. Me shpresën dhe lutjen tek Allahu subhanahu wa taala për pranimin e veprave, shtimin e tyre dhe që në fund të këtij muaji të dalim fitimtar. Përveç adhurimeve dhe ibadeteve, të dalim edhe me dituritë e shtuar, e cila do të na shërbej e do të na ndihmoj në kuptimin praktik të madhështisë së fesë islame. E pikërisht kur flasim për madhështinë e fesë, sonte do të trajtojmë një çështje e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme. Është jetike për kuptimin e madhështisë së kësaj feje dhe kuptimi i cilës do të na ndihmojë shumë në kuptimin real të mësimeve dhe të udhëzimeve të saj. Fillimisht i dëshirojmë së ardhje hoxhës së nderuar Alaudin Abazi. Hoxh, mirë se vjen. Mirë se gjej. Kënaqësi që jemi sonte së bashku. Edhe unë ndi vete shumë privilegjuar që jam këtu në këtë naj tonën. Lësë Allah në gjellëshanu të pranoj punë dhe ibadetet cilat i bënë në këtë muaj dhe në gjdo kohë. Amin, amin, Zoti ju shpërblet juve e inshallah gjithë muslimanëve ja pranojnë dhe. Po besoj se jeni duke kalu mirë? Po, alhamdulillah me bereqeti Ramazanit i vjen me shumë të mira, me shumë mirësi, alhamdulillah. Allah ja pranoj, çdo punë dhe çdo vepër. Amin. Hoxh, Islami i cili përbëhet nga doktrina, çështja bazë e besimit, por gjithashtu edhe legjislacioni, rregullat, adhurimet cilat ne i bëjmë. A ka ndonjë kuptim të caktuar apo thjesht besimtari duhet të bindet doktrinës e të zbatoj veprat cilat dalin si rezultat i kësaj doktrine pa u thelluar dhe pa tentuar që ti kuptoj ndoshta edhe ato margaritartë ose thesart ose qëllimet të cilat i bartin e këtë vete, qoftë doktrina e qoftë puna praktike e besimit. Blerim Efendi, një nga emrat e Allahut Madhërisëm është El-Hakim, që Allah i Madhërisëm ne po e përkthejmë i urti. Kuptimi i këtij emri është se Allah i Madhërisëm në krijimin e tij, në caktimin e tij, po gjithashtu edhe në përligjen e rregullave apo dispozitave të cilat do të duhej apo duhet i përmbahen njerëzimi në përgjithësi, ngërthen e vetes që ato nuk i vendos pa ndonjë qëllim caktuar, pa ndonjë dhe në fakt edhe kuptimi i urtësisë apo i hikmetit të Allahut Madhërisëm është që gjërat i lën apo i vendos në vende edhe në rrethana të caktuara që janë të nevojshme edhe në përputhje me synimet edhe objektivat në përgjithësi. Prandaj edhe çdo rregull, çdo ligj, çdo dispozitë e cila është përligjë nga ana e Allahut Madhërisëm, në vetvete ngërthen këtë se ka synim caktuar, ka objektiv caktuar, prandaj edhe faktikisht është edhe një lëmi e caktuar e shkencave islame në përgjithësi, që ndoshta në përgjithësi në kuptimin dhe shpjegimin e tij fatkeqësisht pak i jepet rëndësi, posaçërisht tek hoxhallarët në përgjithësi, por ka një rëndësi të veçantë, ajo është ilmul maqasid ash-sharia. Domthonë shkenca apo njohuria lënda e objektivave të shariatit në përgjithësi, që është për qëllim ajo hulumtimi apo qasja rreth atyre urtësive dhe motiveve, arsyeve pse Allahu i Madhërisëm cakton disa ligje caktuara në situata dhe rrethana të ndryshme. Pra Allahu xhallahu nuk ka vendos asgjë rastësisht, nuk ka vendos asgjë pa qëllim, neve na mbetet të hulumtojmë ato. A kemi dobi nëse i hulumtojmë edhe vim deri te në rezultati caktuar? Po gjithsesi, andaj edhe faktikisht në shumicën e rasteve Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar kur shpjegon ndonjë rregull, ndonjë dispozitë, qoftë e ndalesës apo edhe urdhëresës, apo edhe gjërave tjera, në shumë raste shpjegon edhe motivin, arsyen, se i bën dobi ose respektivisht nuk i bën dobi njeriu.
Dhe kjo në përgjithësi është, po jo në disa gjëra të cilat ndoshta urtësia duhet hulumtohet, duhet shpjegohet, duhet pak të analizohet, prandaj edhe pastaj edhe të kuptohet. Kjo është ajo shkenca, fusha të cilën e analizon kjo shkencë. Po përmend disa herë domosdoshmë shkencë, pra nuk qenë ka bashkë thjesht që secili prej neve ta merr guximin ose vetbesimin që të vendosë objektiva të caktuara për adhurime të caktuara. Pra duhet një grumbull i mendimeve të thelluara, argumenteve, bashkimi i tyre që në fund të del me rezultat caktuar, apo secila prej adhurimeve në fund thotë kjo e ka këtë qëllim. Po, gjithsesi, prandaj edhe faktikisht tash kemi edhe universitetat që kanë katedrat veçanta që njerëzit profesionalizohen në këtë fushë, do thotë qoftë në master apo dhe në doktoratur, dhe studiojnë këtë fushë të shkenca, do thotë ilmul maqasid, shkenca e objektivave të shariatit. Është shkencë që ka rregulla, ka kritere, ka mbi të cilat ndërtohen të gjitha ato dhanat edhe mbi të cilat nxirren edhe konkluzat e ndryshme, sikurse çdo shkencë tjetër, sikurse shkencat e fikut që janë disa edhe të akides, po gjithashtu edhe kjo i ka ato kriteret bazë që ndërlidhen shumë edhe me aspektin e ijtihadit, edhe ka një ndërlidhje shumë të fortë ndërmjet ilmit të usuli fikut edhe maqasid shariat. Prandaj edhe disa prej ulemave faktikisht e kanë konsideruar si shkencë e cila rrjedh prej usuli fikut. Po ka filluar të më intrigoj shumë domethënë çështja e bisedës edhe trajtimit të saj. Në përshtypjet e përgjithshme, ndoshta në ata që e përmendet në fillim, ndoshta edhe në mangësitë e shpjegimeve, ndoshta edhe për shkak të mangësive të thellimit në këtë shkencë, e cila shkencë e veçantë e nuk mund ndoshta të njihet nga secili. Megjithatë, bëhet një lloj distancimi mes këtyre qëllimeve edhe objektivave dhe asaj thirrjes të zakonshme që njerëzit e bojnë për fe. Dhe kjo rrjedhimisht tek shumë njerëz, sidomos ndoshta ata të cilët nuk janë praktikues dhe ndjekës, megjithatë e bën fen si diçka të thotë, si diçka e cila nuk i përmban të gjitha këto madhështitë e këtyre objektivave. Andaj përveç rëndësisë së tyre dhe domosdoshmërisë së njohjes së tyre, a mund ta përmendni pra cilat janë disa prej këtyre objektivave, ndoshta prej atyre më madhore, sepse ndoshta ato të detajzuara dhe të vogla ose që janë si në ndek të këtyre janë shumë. Është shumë e rëndësishme kjo që e përmende Blerim Efendi, për arsye se vërtet para se mi përmend këto, po du me bën një qasje që është e rëndësishme me pas parasysh posaçërisht besimtari. Për arsye se jetojmë në një kohë liberalizmit edhe e shohim fatkeqësisht është një qasje karshi islamit, sikurse islami si fe në përgjithësi është një varg i rregullave, dispozitave, i harameve, i farzeve, obligimeve, i ndalesave dhe madje ata të shkojnë ndoshta edhe një hap më ekstrem i bën një qasje që ndoshta ka mirësi islami, i ka disa gjëra që thret në disa gjërat moralit, mirë po në vetveten ngërthen shumë rregulla, shumë dispozita që sikurse e cenon lirinë individuale të njeriut. Amo nuk e kanë analizuar këtë aspektin tjetër që të futen në bërthamë dhe në brendësi të kësaj që siç tham edhe që në fillim, Allahu i Madhërisht kur ka nxjerr këto dispozita edhe kur u ka shpall njerëzimet në përgjithësi, nuk ka synu që ata t'i ngarkojnë me të. Është shumë interesant për shembull në ajetet e agjerimit tash ju ka ndodhur ndoshta dëgjuesve dhe shikuesve të juaj që vazhdimisht mi lexu ato ajetet ku Allahu i Madhërisht i përmend që është obligim agjerimi, kush pra i përmend ato rregullat në përgjithësi të agjerimit në surën Al-Baqara, e përmbyll të gjitha këto dispozita me një fjali që është e rëndësishme pak mund dal edhe me thon pse vallë ky ajet më ka në këtë vend. Po thot Zoti i Madhërisht yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Që Allahu po ta bë me dieti o njeri,
agjerimin mundesh me paramendu se është vështirë, se s'bën me hangër gjatë ditës. Dhe realisht kështu konceptuar. De facto edhe nuk është diçka e lehtë, po kur tregon dobit e agjerimit, edhe Allah i madhërisht bëhet o ti njeri, edhe nëse ti e ndin veten që ballafaqohesh me diçka nga vështirësit, po dije që kjo është më mirë për ju, edhe Zoti i Madhërisht me këtë rregull, me këtë dispozit, ta ka lehtësu ty e asesit me ta vështirësu. Që me një fjalë, mundet me pas një lloj vështirësie që ti në shqip parë e shikon atë, po ajo vështirësi duke pas parasysh dobit të cilat i sjell pas vete, ajo nuk është sikur çdo papërfillshme. Sikur çdo sent tash vërtet mundem me thonë që njeriu me kry mu bë mjek është vështirë, nuk është lehtë. Duhet me kry shkollën e mesme, madje me nota të larta, pastaj fakultet mjaft i gjatë, pastaj ajo specializimi, shumë kohë gjatë. Domethënë shkon më shumë se gjysma e jetës. Po del pra, ajo vështirësi pastaj e ka atë aspektin pozitiv që ti po del një mjek i profesionalizuar që tash pra filloj njerëzit me prit në ordinancën tënde, ndoshta edhe me ditë e me muj për me pas mundësinë që ti me ia udhon një pjesë të kohës tane. Pra kjo vështirësi e sjell këtë. E njëjta është edhe me këto rregulla dispozita. Pra Allahu i Madhërisht kur ka nxjerr këto dispozita që ndoshta në shishim tonin të parin mund të duken si diçka të vështira, por ato janë në shërbimin tënd. Allahu i Madhërisht ta ka ndalu alkoolin. Edhe tash dikush mund të më thonë pse e cënon të lirinë time individuale, po synimi i Zotit është që ti begatin më të madhe që ta ka dhënë ti Zoti yt mendjen, që ti ta ruash atë. Kur njeri konsumon me alkool, atëherë de facto dhuntin më të madhe që Zoti i Madhërisht ta ka dhënë, po e anulon, po e shpërfill edhe po bjen në një nivel shumë të ulët. Në anën tjetër, kemi me dhjetra, me qindra lloje të pijeve, lëngjeve, që ti mundesh me shujt edhe nuk mbetesh kurrë keq. Po ky lloj që ti ta cenon dinjitetin tonë dhe personalitetin tonë, kësaj ka thënë Allahu i Madhërisht shumë largo. Njëjtë është edhe me mishin e derrit e kështu me radhë. Prandaj është e rëndësishme të kuptohet kjo që Zoti i Madhërisht kur ka ndaluar një rregull, një ndalesë, nuk ta ka bërë që ty me të ngarku ose me ta vështirësu jetën asesi, po ajo është do thotë në dobin tane. Është do thotë është produktiv për ty në përgjithësi. Padyshim se kjo pjesë jashtëzakonisht e bukur edhe tërheqëse edhe e nevojshme që ta kuptojmë praktikisht se adhurimet nuk na bojnë një lloj roboti, po përkundazi ndoshta na e shndrojnë njeriu në qenën humane. E mu këtë e synon maqasid sharia, që do më futet në këtë esencë edhe i diskuton, i analizon, edhe i nxjerr një urtësitë e shariatit, urtësitë e këtyre rregullave dhe në bazë kriterëve dhe dispozitave të cilat i shërbehen me to ulemat në përgjithësi. Nëse kthejmë çështjes që e përmendëm pak më herët tek disa prej objektivave, të cilat thash ndoshta ato nuk i gjen të renditura askund si rregulla për shembull në Kur'an ose në hadith, por ato janë të nxjerrura nga kuptimet e përgjithshme dhe kur njeriu, kur besimtari, kur studiuesit, kur dietarët islamit i kanë marrë dhe i kanë lexuar të gjitha argumentet, kanë dalë në përfundimin se Islami i synon këto. Domthonë që të fokusohemi në ato të cilat janë më të rëndësishme, domthonë të na tregosh cilat janë objektivat madhore, cilat Islami i synon që të realizoj. Po, në përgjithësi, dietarët të cilët janë marrë me këtë fushë që ata të cilët ndoshta kanë diskutuar më shumti është sikur Imam Gazaliu, pastaj Shatibiu, Al-Amidi, këta janë ata dietarë të cilët vërtet janë marrë me këtë fushë, kanë shënuar, kanë dhënë atë, ja kanë bërë shërbimin më të madh. Kur diskutojnë këtë aspekt, fillimisht i klasifikojnë ato maqasid ose ato objektivat shariatit në 3 kategori. Kategoria e parë janë ato të domosdoshmet, mbi të cilat ndërtohen apo nxirren rregullat, nxirren dispozitat shariatike, ato të nevojshmet dhe ato që janë pra plotësuese, kemaliat i thonë në terminologji. Këto janë ato 3 pra mbi të cilat faktikisht nxirren dispozitat në përgjithësi. Më të rëndësishmet janë këto daruriat, ato të domosdoshme që ulemat i kanë përmend që janë 5.
Cilat janë ato? E para është hifdhuddin, ruajtja e fesë, e dyta është hifdhul nafs, do thot ruajtja e jetës, e treta është ruajtja e mendjes, ruajtja e nderit apo e familjes në përgjithësi, edhe e fundit është ruajtja pasurisë. Nëse i bëjmë një analizë të përgjithshme të gjitha dispozitave në Islam, qofshin ato ndalesat apo urdhëresat, apo edhe këto që janë të urrejturat apo synetet, sillen në këto 5 domosdoshmëritë e shariatit në përgjithësi. Dhe nëse bëjmë një lloj praktikisht një lloj prove, me thënë kushtimisht, çdo farz apo vajxhib e kështu me radhë mund t'ja gjejmë vendin se i shërben ndonjërs betyre. Cilis prej këtyre interesave apo domosdoshmërive i synon Islami. Islami na ka tregu se të gjitha rregullat e fesë kanë ardhur që të ruhen këto si të domosdoshme, këto 5 objektiva. Kanë nxit sigurisht për ruajtjen e tyre, por edhe ka vendos sanksione për shkeljen e tyre. Pra, në çfarë forme i kanë nxit praktikimin e tyre, edhe a ka pastaj sanksione për shkeljen e tyre? Është një ajo në shariat pastaj e kem këtë aspektin e inkurajimit. Që ta kuptojmë se kur po flasim për këto objektiva, nuk po flasim për diçka që shpesh herë përdoret në atë zhargonin mirë është mi ba. Do të keq ka më rrinë disa të shumë prej çështjeve të fesë, thonë po mirë është me ba. Mirë është me ba dhe kaq, domethënë faktikisht ne kur themi domosdoshmëri, atëre vetë duhet të kuptojmë se ka të bëjmë që diçka patjetër duhet të realizohet. Pra nuk është diçka, pra nëse flasim për shembull për ato të nevojshmet ose ato që janë plotësuese, ato janë kësaj kategorie që mundet me thonë mirë është me bë, ose e ke plotësuar dhe ke shpërblim, po nuk është diçka që ke lënë keq. Amo kur flasim për domosdoshmëritë këto 5, atëre do të thotë kemi të bëjmë me ato që vërtet ndërlidhet edhe mbajtja e fesë në përgjithësi, po edhe mbajtja e jetës në këtë dynjë në përgjithësi. Prandaj kur Allahu i Madhërisht urdhëron për shembull në besim ose urdhëron ndalon marrjen e jetës ose ndalon zinan e kështu me radhë, atëherë kemi të bëjmë me gjërat e domosdoshme, domthonë edhe të gjitha këto ndërlidhen. Pra kur kemi të bëjmë me namazin, kemi të bëjmë me domosdoshmërinë e fesë. Kur flasim që njeriu ka ndaluar me ja marr veten vetes ose dikujt tjetër, kemi të bëjmë me ruajtjen e jetës. E kështu me radhë, secila e ka vendin e vet në këto 5 domosdoshmëritë. Prandaj edhe Zoti i Madhërisht kur flet për këto rregulla dispozita tregon shpërblimin të cilën e fitojnë besimtarët të cilët i përmbahen edhe mundohen me i qunë vend ashtu siç duhet. Në anën tjetër e kem këtë aspektin e me thonë kushtimisht kërcënimit, po në përgjithësi neve e dim që për me qenë funksionale një sistem, patjetër duhet të ketë edhe dënimi. Ne e dim tash nëse vendoset rregulli që në një rrugë që parashihet që duhet vozitet 60 km/h dhe dikush thotë unë jam i lirë, e kam makinën e mirë dhe nuk ka njerëz në rrugë, jam i vetëdijshëm dhe kam të drejtën zgjedhjes, unë po du me vozit 100 km/h, atëherë themi për ty do të pasoj gjoba, dënimi, për arsye se për të vetëdijsuar njeriu, atëherë është e nevojshme ndërmarrja e hapave të po them kushtimisht kërcënimit apo edhe të friksimit për me u largu nga te i kalimi i kësaj. E njëjta është edhe në rregullat islame në përgjithësi, Allahu i Madhërisht tregon dobit edhe përparësitë e praktikimit atyre gjërave të domosdoshme, po në anën tjetër nëse ne i shpërfillim ato edhe dojmë mos me i zbatu, atëherë na e tregon gjithashtu që këto pastaj pasohet edhe me dënim për shkak të mospërfilljes kësaj. Për arsye se kështu mund të funksionojë një sistem. Ndryshe nuk mund të funksionojë. Sikur na jep një përshtypje në trajtimi, hoqë se brenda vetes tonë, brenda asaj jetës shpirtërore, brenda jetës së adhurimeve, brenda jetës cilën e bëjmë me Zotin, brenda zbatimit dhe mos zbatimit të saj, megjithatë është një rregull shumë preciz.
Është një rregull i cili funksionon me detale, zbatimi i cilës a jep shpirt adhurimeve tona. Domethënë ai ban ato që të mos jenë rutinë, që të mos jenë të shpeshherë të pakuptimta, shpeshherë të kryen ato në mënyrë formale, por njeriu kur e zbaton secilin prej këtyne dhe shpreson pastaj në zbatimin e këtyre objektivave, po edhe ndalimin nga secila prej tyne, a jep një lloj shpirti, një lloj vullneti, i cili nuk na ban pastaj që thjesht ta kuptojmë këtë si një barr, por ta kuptojmë si diçka e cila tek e fundit na kthejnë dobinë tonë. Në fakt, kjo është dobia më e madhe që sjell me vete mësimi apo leximi apo studimi i kësaj shkence, marrja me këtë shkencë. Për arsye se vetëdijson besimtarin edhe njeriu në përgjithësi që të kuptoj thelbin e këtyre dispozitave. Domethënë pse një gjë është e ndaluar dhe cilat janë dëmet e asaj praktike dhe në anën tjetër e kupton dobinë e një praktike që Allahu i Madhërisht e ka urdhëruar dhe ka thirrë njerëzit që ta zbatojnë atë. Pra, kalon nga ajo që e përmendet ti faktikisht nga ajo rutina edhe kuptimi i gjërave në aspekt sipërfaqësor, edhe mos hulumtimi, mos thellimi, mos meditimi rreth këtyre gjërave, edhe faktikisht pra bën një zbatim të islamit shumë sipërfaqësor. Edhe paramendon që feja është po jo, ose farz, vajib, sunet edhe u kry. Pangjyra. Pra, kjo, nuk sillet në anën tjetër të kësaj medalje, me thonë kushtimisht, që unë nëse i zbaktoj këto, ku i kam ato benefitet? Cilat janë ato benefitet të mia? Për shembull, nëse po shkojmë tash në aspektin e ruajtjes së nderit apo të familjes në përgjithësi tek njeriu, kur Allahu i Madhërisht ka ndalu për shembull zinan, e ka urdhëruar njeriu që me qenë i ndershëm në jetën e tij, pra për me qenë familjar, për me qenë do thotë një njeri që vërtet e ndin përgjegjësinë e tij si bashkëshort, si prind, si kryesor i familjes apo antari kryesor në familje si baba e kështu me radhë, nëse ai mundohet me e zbatu këtë në formë që me e rujt veten e tij, atëherë sjell atë dobinë që krijohet prej familjes, pastaj edhe një shoqëri e ruajtur. E kështu me radhë zinxhir vjen deri te përmirësimi. Të flasim pastaj në përgjegjësinë që e ka prindi, që Allahu i Madhërisht e ka ngarkuar që ai është përgjegjshëm për fëmijët e vet, edhe jo vetëm në aspektin e kujdesjes materiale veshmbatje, po edhe në edukim e të tjera, dhe këtë e merr si emanet. Dhe nuk e zbaton vetëm pse Allahu i Madhërisht po them kushtimisht e ka kërcënuar që nëse nuk je zbatues, atëherë i nënshtrohesh apo kërcënohesh me zjarr, siç ka thënë Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar, po e merr dhe e kupton dobinë e kësaj, pozitivitetin e kësaj që unë nesër do të përgatis një gjenerat, një grup të fëmijëve apo një djalë, një vajzë e cila e njeh Zotin e tij, e njeh çka është vlera e emanetit, e mirësjelljes, dhe ai del i suksesshëm, atëherë ku është benefiti i shoqërisë edhe këtë njerëzve. E kështu me radhë, nëse kuptohen kështu rregullat dhe dispozitat në Islam, atëherë i shijon ato edhe i vepron, i praktikon atë me zemër, duke parë ndoshta edhe me sytë e tu benefitet të cilat janë duke t'i sjell pasimi i mirëfillt i rregullave të cilat Allahu i Madhërisht na i ka caktuar. Sa nevojshme do të ishte secila prej këtyre që të jetësohet në formën cilën po e përmend, qoftë familja, qoftë adhurimet, qoftë thjesht sidomos ndoshta në kohën tonë kur njerëzit zakonisht është një lloj papërgjegjësie e madhe, qoftë në aspektin e përgjegjësive familjare, qoftë në aspektin e përgjegjësive shoqërore, qoftë në aspektin e çdo përgjegjësie e ku njerëzit zakonisht po i shohin edhe përgjegjësitë edhe obligimet edhe detyrat në lidhjen e shkurt të përgjegjësive dhe të një lloj ngarkese që e kanë ndoshta ndaj eprorit ose shefit ose drejtorit, e cili me lehtësinë më të madhe mund t'i ikë atij ose mund t'i kaloj përgjegjësisë së tij, por sigurisht se ajo madhështia ndoshta e dëshirës se ti të bëjmë diçka,
e cila edhe në qoftë se nuk na llogaritet tek tjerët, tek njerëzit, do të llogaritet prej Zotit, do të ishte shoqërues shumë i mirë i përmirësimit ton. Po faktikisht edhe kjo është ajo benefiti i besimtarit, për arsye se njeriu i cili nuk beson i analizon apo i diskuton gjërat vetëm nga aspekti materialist ose aspekti i njerëzve në këtë dynja, kurse tek njeri i cili është besimtar i shoshit senet pak më ndryshe, edhe ndoshta e bën një të mirë, edhe ati që ja bën atë të mirë, ndoshta ai nuk ja din për nerë, si e the. Po për të nuk është shumë problem kjo, për arsye se ai atë mirë nuk e ka bërë për m'ia ditë njerëzit, po për m'ia ditë dikush tjetër, krijuesi i tij. Edhe pastaj për të nuk është shumë problematike që me thonë valla e kam pa këtë mirë, nuk ma kam vlerësu njerëzit, po ndalem të bëj mirë. Jo, thot, unë e kam pa këtë mirë, po e kam pa për hir Zotit. Edhe nëse njerëzit nuk ma vlerësojnë, atëherë ka kush ma vlerëson. Edhe vazhdon tutje në këtë mirësi. Kjo është ajo benefiti i besimtarit në raport me të tjerët në përgjithësi. Kur flasim për objektivat edhe qëllimet e Islamit, shpesh në ndodh që të kemi megjithatë përplasje të caktuara mes gjërave të dëmshme, gjërave të dobishme, asaj cilën ne dëshirojmë me bë patjetër, por nuk e shohim rrugën se ndoshta po bëjmë shkatrim më të madh për realizimin e saj. E kështu me radhë, domthonë jo rrallëherë ndodhin këto përplasje. A ka ndonjë mekanizëm i cili megjithatë rregullon dhe na tregon se ndoshta për ta bënë një të mirë nuk duhet t'i bëjmë 100 dëme. Ose e kundërta, pra në përplasjen mes tërheqjes së dobisë, bërjes së dobisë, ndoshta ndonjë shkatrimi ose fesadi, si duhet të jetë balanci mes tyre? Gjithashtu një nga fushat të cilën e shoshit kjo shkencë e objektivat shariatit është kjo fushë, do thotë arritja e dobive edhe menjanimi e dëmeve. Dhe faktikisht Islami në përgjithësi është ngritur në këto dy gjëra. Pra, por ajo që është e rëndësishme është që njerëzit në përgjithësi kanë një perceptim karshi asaj se çfarë është e dobishme, çfarë është e dëmshme, me thonë kushtimisht peshorja të ta nuk është stabile. Pra Islami përcakton edhe çfarë është e dëmshme dhe çfarë është e dobishme. Po du me përmend një shembull thjesht me kuptu se çfarë po du me trajtu. Tash neve dim që secili njeri e ka dëshirë sheqerin, domethënë gjërat e ëmbla. Edhe tërhiqet, pra ka dëshirë me hangër, pra tërhiqet në këtë. Mirë po, rezultatet e fundit në kohën bashkëkohore po na tregon që sheqeri është i dëmshëm për shëndetin. Nuk është i dëmshëm në kuptim për arsye se njeriu ka nevojë për sheqer. Faktikisht një përqindje e gjakut të tij patjetër duhet të mbajë sheqer. Po dëmi është kur kjo teprohet. Po tash pra nuk duhet me qenë peshorja dëshira jonë. Po peshore qenë ka realiteti edhe diçka tjetër. Pra, ai kufizimi që duhet ne me pas nëse dojmë me përfitu për sheqerit atë dobin që duhet ta kemi. Për ata Zoti Madhëshëm në Koranin famlar thot në një ajet, thot në surën Al-Mu'minun, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Që po të ishte e vërteta, po të ishte ajo e vërteta, e sakta, ajo që ata dëshirojnë, atëherë është fjala ato që njerëzit e kanë dëshirë, e kanë epsh, e lakmojnë, atëherë do të shkatërrohej, po thot Allahu i Madhërisht, qiejt dhe toka. Që do thot nuk është kjo është e rëndësishme e kuptu besimtarë që nuk është kanari peshorja e vlerësimit të gjërave që është e dobishme apo është e dëmshme, ajo dëshira jonë, apo ajo joshja jonë, ajo epshi jonë, po është diçka tjetër, është realiteti. Këtë nëse e kuptojmë, atëherë tjetër formë shikohet edhe dynjaja në përgjithësi. Tjetër mënyrë analizohet edhe funksionon jeta në këtë dynja. Neve tash në kohën bashkëkohore mund të pretendojmë që vërtet civilizimi, aftësia njerëzore ka arrit në kulm të shumë zbulimeve teknologjike, lehtësimeve të jetës edhe shfrytëzimeve të mirësive të kësaj dynjaje, mirë po nëse këshyrëm atë anën tjetër të kësaj medale, e shohim që faktikisht ndoshta kjo ekspansion i mënyrës jetesës edhe lehtësimeve të cilat kemi synue vazhdimisht, synojmë,
po e sjell dëmin tjetër që kemi problemin ekologjik, ngrohjen globale, shkatërimin e shumë gjërave natyrore që i kemi në këtë dynja, që është rezultati i kësaj. Problemet të cilat ndoshta të kaluara nuk kanë qenë. Prandaj nuk është ndoshta gjithherë, edhe për këtë shkak tash kemi ndoshta edhe parti, edhe shumë organizata ndërkombëtare që synimi i tyre tash nuk është kjo, synimi i tyre është si të kufizohet ky, me thonë kushtimisht, keq përdorim i këtyre formave të ekspansionit edhe rritjes teknologjike, që mos me ardhe te një dëm që ndoshta do të paguhet edhe me shkatrimin e kësaj dynjaje në përgjithësi. Prandaj këtu është ajo përgjegjësia e njeriut në mes të dy gjërave, që vërtet nuk duhet të zgjedh vetëm ajo që është në egon e tij, apo në ajo çfarë i pëlqen atij, ajo që është dëshira e tij, po kanari në këtë duhet me qenë ajo që na ka mësuar edhe na ka treguar Allahu i Madhreshëm. Dhe kjo në çdo sen në jetë, pastaj kur e kuptojmë këtë, jemi në rrugë të mirë, edhe shpresoj që arrihet edhe ajo çfarë synon njeriu në këtë dynjë. Sigurisht se kjo nuk arrihet, po nuk u njohen objektivat, po nuk u njohen qëllimet e secilës punë, madje secilës çështje që njerëzit ballafaqohen me ta. Hoxh, objektivat e Islamit, ndoshta një temë jo e trajtuar shpesh, dhe madje një temë shumë e gjerë që na e përmendëm edhe pak më herët, që vërtet pak hoxhallarët i kushtojnë në rëndësi diskutimit kësaj fushe, që ndoshta është e nevojshme ndoshta të kalojmë në të ardhmen. Po shpresoj që ndoshta si ide do ta trajtojmë edhe në takime tjera, ndoshta në kohë më të gjatë, edhe në mënyrë më të detajzuar, qëllimi i cilës është padyshim që të japim shpirt adhurimeve tona, të japim qëllim atyre e t'i bëjmë ato me lehtësi e me kënaqësi. Kënaqësi që është e me neve. Edhe unë e ndjeva veten shumë komod, Zoti ju nderoft për thirrje. Allah i shpërblet, lut Zotin e Madh t'ua pranoj punën e ibadetet, në mesin e tyre edhe këtë trajtim edhe këtë shtjellim cilën e bëre. Amin. Allah ju nderoft. Amin inshallah. Shikues të dashur, feja pra nuk është një dogmë e cila nuk ka qëllim, nuk është një doktrinë e cila është e pa qëllim. Ligjet dhe adhurimet të cilat Zoti xhallashanuhu na ka bërë të zbatojmë e përmes cilave të adhurojmë Zotin kanë objektiva madhore. Njohja e tyre do të na lehtësonte e do të na mundsonte që të kryejmë ato me përkushtim, po njëkohësisht të ndjejmë edhe kënaqësi e të ndjejmë privilegj që jemi pjesë e nënshtrimit të atyre të cilët e nënshtrohen Allahu subhanahu wa taala. Deri në takimin tjetër, Allahu xhallashanuhu pas në rahmetin e mëshirën e tij.